Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Shkodrës ndaluan 49 vjeçarin me inicialet HM, i akuzuar për veprat penale të kultivimit të bimëve narkotike kryer në bashkëpunim, vjedhje energjisë elektrike dhe impulseve telefonike në bashkëpunim, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Ky shtetas dyshohet se ka bashkëpunuar me 35 vjeçarin me inicialet AV për përshtatjen e një banese në lagjën Docmazi për kultivimin e bimëve narkotike me pajisje që furnizoshin me lidhjet paligjshme të energjisë. Gjithashtu nga kontrolli në banesën e këtij shtetasi në datën 8 janar u gjetën një pistolet sportive pneumatike pa numër, municion luftarak dhe një automjet që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Policia po e vijon punën për kapjen edhe të 35 vjeçarit që mbetet në kërkim policor. Në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 37 vjeçar banues në Guci të Re, pasi ka ushtruar dhumbë psikologjike ndaj bashkëshortes. Po këta specialist për njoftim fakti referuan materialet në prokurori, pasi në lagjën Guerrilla, një 26 vjeçar është konfliktuar me një 24 vjeçar për një borxh të dhënë një shumë monetare që nuk ja ka kthyer, ndërsa në Dobrazh dyshohet se për shkak të një defekti në motor ka rënë zjarr në automjetin në pronësitë e një 24 vjeçari. Me datën 9 janar, një 62 vjeçar ka kallëzuar se i kanë vjedhur një armë gjau çifte të cilën e kishte me leje, si dhe një shumë parash në banesën e tij në fshatin Shtoj i Ri, gjatë kohës që ky shtetas ka qenë për rreth 2 muaj në Gjermani. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Por të gjitha këto raste, materialet i kalohen prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.